Vllaznia është mposhtur me rezultatin 2-1 nga Lokomotiva e Zagrebit në ndeshjen e 5 miqësore të fazës përgatitore që po zhvillohen në Sloveni, ku çeblut kaluan të parët në avantazh, por edhe këtë herë nuk arritën ta ruajnë nepërsin. Skuadra e De Martini zhbllokoi rezultatin në minutën e 12 me Klinti Çaton, megjithatë kroatët përfituan nga një gabim në mbrojtjen shkodrane për të barazuar në pjesën e parë, ndërsa në fraksionin e dytë realizuan edhe golin e fitores me një goditje dënimi. Ky ishte një tjetër takim ku vllaznia pa veten në avantazh, por u largua pa rezultat pozitiv. Në 4 humbjet e regjistruar në Sloveni, 3 prej tyre kanë ardhur pikërisht pas përmbysjes së rezultatit nga kundërshtarët. Bilanci ku çebluve në fazën përgatitore mbetet 1 fitore dhe 4 humbje. Në 5 ndeshje janë shënuar gjithsej 29 gola me vllaznin që ka realizuar 11 dhe ka pësuar 18. Pas humbjes 4-0 nga Olimpia Ljubljana, fitores 6-3 ndaj Rudesh, disfatave 4-2 me Koperin dhe 5-2 ndaj Argesh Piteshtit, ekipi Martinit është mposhtur edhe nga Lokomotiva Zagreb. Megjithatë, këto sfida mbeten pjesë e procesit të ndërtimit të skuadrës përpara nisjes së sezonit të ri dhe ndeshjeve në Europë. Klubi i futbollit Vllaznia njoftoi së fundmi përmes rrjeteve sociale se ka arritur një marrëveshje me Partizanin për huazimin e futbollistit Rok Toma. Sulmuesi që është edhe pjesë e kombëtares U21 do të vishet tashmë Kuçeblu.